Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë hadithi 8 në temën e mbështetjes të Allahut subhanahu wa taala dhe bindjes të Tij. Dhe këtë hadith Imam Nawawi Allah më shoftë transmeton prej Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe këto Imam Nawawi e sjell krejt prej ardhen e Abu Bekrit deri te një prej stërgjyshave të tij. Dhe Allah din më smit e mirë, po qëllimi i Imam Nawawiut ka qenë me tregu propozitën e lartë që ka pasur Abu Bekri. Edhe ku takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa në një prej gjyshave të mëhershëm. Sidoqoftë pasaj Abu Bekri vërtet Imam Nawawiu thotë që Abu Bekri ai babai dhe nëna e tij kanë qenë sahabë të gjithë radhiyallahu anhum. Pra thuhet që te selefe është thënë fjalë që imani ka shtëpi të veta, edhe nifaku i ka shtëpi të veta. E shtëpia e Abu Bekrit ka qenë për shtëpive të besimtarëve. Pas nuk ka pasur as një munafik në shtëpinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Sidoqoftë këtë hadith Abu Bekri tregon thotë nadhartu ila aqdami al-mushrikina wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Thotë sa kemi qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shpellë, i kam shikuar këmbët e idhujtarëve, të cilët kanë qenë mbi kokat tona. Fa qultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarna. Dhe i thash o i dërguari i Allahut, nëse ndonjëri prej tyre do të shikonte këmbët e tij, atëherë do të na shehte neve. Fa qala ma dhannuka ya Abu Bakr bisnayn Allahu thalithuhuma. Edhe pastaj pejgamberi sa më tha, çfarë ta marrmani ti Abu Bakr? Ose çka mendon ti për dy persona që Allah është i treti i tyre? Dhe kjo hadith është muttafaqun alayh, pra transmetohet te Buhari dhe Muslimi. Para se më shpjegoj këtë hadith, do të flasim pak rreth biografisë së Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe kush e din për juve se ka qenë emri Abu Bekrit? Ja, Atik, kon Abdullah. Ibn? Po Abu Kuhafi, shka ka pasur emrin? Abu Kuhafi konja babait e tij. Po i bëj çka ka pasur emrin? Uthman. Po Abu Bekri është Abdullah ibn Uthman. Kurse është bërë i njohur me konjën e tij Abu Bekr. Abu Bekri ka lind në Mekë pas vitit të elefantit, pa 2 vjet pas vitit të elefantit, ose 2 vjet e 6 muaj, pa 2 vjet e gjys pas vitit të elefantit. Dhe sa i përket pra pamjes së tij fizike, ka qenë i bardhë, thatanik, edhe gjithashtu ka pasur fytyrë të bukur. Dhe kur është thinjur, e ka lyj, pra thinjat e tij ka lyj me kan. Dhe prej burrave ka qenë i pari i cili e ka besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Siç e dim, ka qenë i pari i halifeve të drejtë dhe i pari i cili ka tubu Kur'anin, pra me një mushaf. Gjithashtu ka qenë i pari i cili ka kryer haxhin së bashku me musliman gjatë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas vdekjes së tij. Dhe ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë kohës. Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar si pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, dhe po ka qenë për të parëve, siç e dim që ka hyrë në Islam. Po Abu Bekri ka qenë i pari, për të parëve që ka hyrë në Islam, prej burrave, që ka pasur imanin më të plot dhe i ka përjetuar ujtet më të mëdha, duke përkrahur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu ka qenë me virtytet më të larta. Dhe kuptohet, pra, njeriu me pozitën më të lartë te Allahu subhanahu wa taala, pas pejgamberëve të Allahut, ka se siç e dim, ai ka më qenë i pari i cili hyn në xhenet për këtij umetit mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Abu Bekri ka qenë njeriu që më shumë i ka përngjall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa i përket udhëzimit, sa i përket sjelljes moralit dhe gjithashtu sa i përket veprimeve dhe adhurimeve. Dhe po ashtu e dim që Abu Bekri ka qenë babai i Aishës radhiyallahu anha, e cila ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abu Bekri, pra, siç thamë, ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po që është e pomë dhe kena me folë dhe ma poshtë, gjatë gjithë kohës edhe gjatë hijretit për në Medinë,
edhe këtu në shpellë, po gjithashtu ka marrë pjesë në të gjitha betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë njeriu i dashur shumë, i afërt me popullin e tij, dhe ka qenë i lehtë sa i përket raporteve me të tjerët. Edhe për arsye se ne e dimë që ai ka qenë tregtar i madh. Dhe po ashtu e pam që ka qenë njeriu me morale dhe sjellje të larta dhe ka qajt shumë kur ka lexuar Kur'an, por nuk ka mujt me mbajt lotët e tij sa që ka lexuar Kur'an. Po ashtu ka qenë njeriu që më shumë të ka pas njohuri rreth prej ardhjes së Kurajshëve. Po për secilin fest Kurajshëve ka ditë, po prej ardhjen e secilit dhe çfarë ka ndodhur pra me Kurajshët, po fatkeqësive apo të mirave që u ka ndodhur kështu më radh, po Abu Bekri ka qenë njeriu më i ditur rreth këtyre ngjarjeve. Dhe Abu Bekri ka qenë shkak që me hyrë në Islam disa prej sahabive të mëdhenj, siç ka qenë Uthman ibn Affan, Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Waqqas, Abdurrahman ibn Auf dhe të tjerë shumë. Po këta që i përmendëm janë për atyre që njihen që janë të përgëzuar me xhenet ose për 10 të përgëzuar me xhenet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu siç e dimë ka liru Bilalin për robërisë. Dhe Abu Bekri ka pas 2 emra ose 2 novka ose tituj që pejgamberi më ka shujt me to. E para ka qenë Atik, edhe arsyeja pse ka shujt pejgamberi Atik, nga se si ka qenë i bukur, pra Atik do thotë i bukur, ose Atik në kuptimin që është i liruar për zjarrit të xhenemit. Allah ka liruar për zjarrit të xhenemit. Gjithashtu, pra është edhe emri i tij i njohur që quhet As-Siddiq. Pra i sinqerti. Pra arsye se e ka besu pa kur fare dyshimi lajmin që e ka sjell pejgamberi sa që ai ka shkuar në Miraj, pra është ka udhëtuar spari në Beitul Maqdis, pastaj prej aty për të Allah subhanahu wa taala mbi qiellin e 7. Në Buhariu transmeton që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Njeriu që më shumë të më ka bë mirë mua, po më shumë të ja kum po hajrin në shoqërinë e tij dhe pasurinë e tij është Abu Bakr. Wa law kuntum muttakhidan khalilan ghayra rabbi latakhadhtu Abu Bakrin khalila. Sikur ta kisha marrë dikon khalil, po dashur më të madh, domthonë më të pastër. Përveç Zotit tim, atëherë do të kisha marrë Abu Bekrin Khalil. Mirë po pejgamberi sa prova ka marrë Allahun si Khalil. Po ka pas khulla, po siç e dimë kemi përmendur më herët, është niveli më i lartë i dashurisë. Allah ka marrë pejgamberin si Khalil dhe Allah edhe pejgamberin e ka marrë Allahun si Khalil. Prandaj thot, sikur të kisha marrë dikon për njerëzve si Khalil, përveç Allahut, atëherë kisha marrë Abu Bekrin. Mirë po thot walakin ukhuwat al-islam wa mawaddatuhu, mirë po mbetet vëllazëria edhe dashuria për hir të islamit, në islam. Pastaj thot la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakr. Ka dyrë që janë në xhami, po të pejgamberit sa më ka urdhëruar të mbyllen para veç derës të Abu Bekrit. Po ka respektuar këtë mënyrë pejgamberi sa Abu Bekrin e ka lënë derë të veçantë në xhamin e tij vetëm për Abu Bekr. Dhe siç e dimë Abu Bekri pra ju ka prini muslimanëve në namaz gjatë smundjes për cilës ka vujt pejgamberi sa dhe për cilës pasaj dhe ka vdek. Madje pejgamberi ka urdhëruar një gjë të tillë, ka thonë muru Abu Bekrin falyusalli bin nas. Urdhënë Abu Bekrin që t'ia fal namazin njerëzve pas si imam. Dhe gjithashtu Abu Bekri ka qenë njëri i matur edhe që ka pas pra stabilitet. Ja ka qenë i ekuilibruar po me mendjen e tij dhe maturinë e tij në rastet e situatat më të rënda dhe më të vështira. Prandaj që është pa Abu Bekri ka prezantuar të gjitha betejat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe i ka përballuar gjitha ato vështirësitë së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe ka dhënë shumë për pasurisë së tij. Dërsa si khalife i është dhënë betime për sahabeve në ditën kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe më një herë pra Abu Bekri pasi që ka marrë detyrën edhe kanë filluar njerëz pra me dalë për feje i ka luftuar atë. Pa ata që kanë dalë për feje edhe që nuk e ka dhënë zakatin. Po ka qenë stabil i qëndrueshëm dhe nuk ka pranuar ndryshe veç se do të thonë me ia dhënë zakatin ashtu siç e ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë periudhës se khilafetet e tij janë çliruar Shami edhe një pjesë e madhe e Irakut.
Abu Bekri vërtet Umeri radiallahu kur flet për Abu Bekrin thot kana Abu Bekrin sayyidana wa khayrana wa ahabbana ila rasulillahi sallallahu alaihi. Abu Bekri ka qenë zotëria jon, po më i miri në mesin ton, edhe më i dashuri prej neve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po më shumë të që ka dashur pejgamberi ka qenë Abu Bekri. Po ashtu edhe Aliu radiallahu një ditë ka mojt një hutbë, edhe ju është betu atyre që ka qenë prezent, ka thonë ju betohem në Allahun, a është më i mirë ai besimtari që ka qenë pe Paris e faraonit apo Abu Bekri? Edhe ata kanë hesht. Edhe Aliu ka kritiku, ka thonë pse nuk po përgjigjeni. Ka thonë në çast për Abu Bekrin, në çast të jetës të Abu Bekrit, po në moment në çast është më i mirë se krejt jeta e besimtarit që ka qenë pe Paris e faraonit, pra ngjarje që përmend Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Nga sa thot dhaka rajulun katama imanuhu, nga sa i besimtari familjes ose Paris faraonit ai e kam fshef imanin e tij. Wa hadha rajulun a'lana imanuhu, kurse ky Abu Bekri po është burri i cili e ka shpall besimin haptaze. Dhe virtytet dhe vlerat e Abu Bekrit janë të shumta. Do thonë këto, kjo është një biografi e shkurt për të. Mirë po virtyti ose vlera më e madhe e Abu Bekrit është kjo ngjarje për cilën po sjell Imam Neviu këtë hadith, dhe për cilën Allah subhanahu wa taala flet në Kur'an. Ku Allah subhanahu wa taala thot illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Në surën Toba jeti 40. Nëse ju nuk e ndihmoni, nuk e përknani pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allah thot veç e ka ndihmuar ato. Kur mohuesit e dëbuan ato zbashku, po me i dyti zbashku me një tjetër, po me Abu Bekrin në fjalë. Kur ata ishin në shpellë dhe kur ai tha shokut e tij, pra Abu Bekrit, mos u pikllon nga se Allah është me neve. Imam Nevi Allah më shëroft kur flet për këtë virtyt e Abu Bekrit që Allah përmend në këtë ajet, thot kjo mund kuptohet në nga shumë aspekte, nga shumë anë. E para është vetë mënyra se si Allah subhanahu wa taala pra e ka thonë këtë gjë për Abu Bekrin, ose ka zbrit këtë ajet për Abu Bekrin. Pra spari po thotë që ka qenë shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ai tha shokut e tij, pastaj kur i tha po pejgamberi sa mos u piklla, Allah është me neve, po Allah është me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me Abu Bekrin. Dhe çush kanë më marrë poshtë, po kur Allah është me dikon atë Allah pra e përkrah ato, është ndihmë te tij e kështu me radhë. Aspekti tjetër është thotë se Abu Bekri këtu ka sakrifikuar veten e tij me qenë në shoqëri me pejgamberin sa në këtë udhtim apo në këtë hijret. Pra i kalon familjen e tij, pasurinë e tij, pozitën që ka pas në mesin e popullit të tij për më bindë Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thotë këtu përshihet edhe po që nuk i ka nda kur shoqërimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë këtij rrugtimi. Dhe për shkak të kësaj njerëz e kanë rëmiqsuar ato. Pa kanë marrë poshtë edhe kanë caktuar edhe çmim për me kërku kokën e Abu Bekrit, zbashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej tjera thotë është që tregojnë pse kjo konsiderohet si vlera më e madhe e Abu Bekrit është, ose virtyti më i madh është se po gjitha këto aspekte që përmendëm, thotë edhe tjetër është që e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me veten e tij, me trupin e tij. Edhe tjera thotë që mundet dikush tjetër për dietarëve mi përmend këtu. Virtyteve tjera që përmendëm për Abu Bekrin është se ai ka pas 40.000 dinar, pra monedha të asaj kohe, edhe këtë i ka shpenzuar rrugën e Allahut edhe i ka liru 7 robër sklavër, të cilët kanë qenë duke u ndëshkuar prej dhujtarëve të Mekës. Po çfarë përmendëm më lart, për tyre ka qenë pra Bilali radhiyallahu anhu, pastaj ka qenë Amir ibn Fuhaira, cilën pra e ka liru gjithashtu për sklavërisë. Dhe gjithashtu ka qenë një skllave që është quajtur Zinira, pastaj një tjetër Nehdija, zbashku me vajzën e saj që i kanë pra ajo zonja e saj pra i ka torturuar, edhe ka thonë ose edhe nëse shokët e pejgamberit son pra i blejnë për meje, këto nuk i shes mirë, po Abu Bekri ka arrit me bind që mi ashit edhe i ka bledh dhe i ka liru për sklavërisë. Po ashtu ka qenë edhe një skllave e fisit
benu el Muammil, edhe një tjetër që është ujtë Ubejs. Pa këta, Ebu Bekri ka liru me pasurinë e tij edhe për shkak se kanë përjetu vujtje dhe torturimet mëdha prej dhujtarëve të Mekës. Dhe koha ose periudha e khilafetit të Ebu Bekrit ka zgjatë 2 vite e 3 muaj. 2 vite e 3 muaj edhe gjysmë muaj, pravësisht 2 vite e 4 muaj ose 2 vite e 3 muaj edhe pak. Dhe në librat e hadithit transmetohen 142 hadithe prej Ebu Bekrit radiallahu anhu, që i ka përcjell prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri ka vdekur në vitin 13 të hijretit në Medinë dhe i ka pas 63 vjet. Sidoqoftë ky hadith që e përcjell te Ebu Bekri radiallahu anhu po na tregon për një fragment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në Medinën e bekuar. Dhe si që e po me Bekri, këtë hadith po e përcjell plot krenari edhe me bindje dhe besim plot, për arsye se ai ka ndjesin si nder dhe lavd që Allah subhanahu wa taala që është më lart ja ka mësuar me shoshlu, po njeriu më fisnik, më të ndershëm, zotrin e këtë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë udhtim. Dhe e pa pra që ky hadith na flet për një bisedë imanore që ka ndodhur mes dy personaliteteve që janë për personaliteteve më të rëndësishme që i ka njoftë historia ose njerëzimi. Pra i pari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë pra njeriu më madhështor sa i përket sinqeritetit, pra bamirësisë, dashurisë, mëshirës, trimërisë e kështu me radhë. Dhe i dyti pra shoku i tij Abu Bekri radiallahu anhu, i cili ka qenë shoku i sinqert dhe përkrahësi i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e pa më lart. Pra më i miri i këtij umetit mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithë kjo bisedë pra ndodhi në shpellën Thawr, që ka qenë një prej shpellave afër Mekës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra strehua aty bashkë me shokun e tij Abu Bekrin radiallahu anhu. Dhe kuptohet, pra këto janë strehu për më përgatit më shumë që me vazhdu rrugtimin e tyre pra për në Medinë. Dhe kjo konsiderohet, pra hijreti konsiderohet një prej fazave treja dhe më të rëndësishme të davetit islam, të thirrjes islamit, cilën po ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para kësaj, pra siç e dimë edhe përmendëm pak më lart ose dha më shenjë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra është dërguesi pejgamberi i Allahut, ose i ka zbrish shpalla kur ka qenë në moshën 40 vjeçare, edhe i ka kaluar 13 vite duke i thirrë njerëz në fenë e Allahut ose për te Allahu. Pas se më bë hijret. Mirë po në fillim të islamit, po ata që kanë pranuar islamin kanë qenë pak. Po në fillim e kanë pranuar vetëm një burr, një grua edhe një fëmijë. Pra burri është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili pra është muslimani i parë. Kurse gruaja është bashortja e tij Hatixheja radiallahu anha, ndërsa ai fëmia ka qenë Ali radiallahu anhu. Edhe pra ky ka qenë ai zhvillimi i parë i islamit, po në ditët e para të islamit. Pastaj ky zhvillim pra është përforcuar edhe që është po më lart po me një prej burrave shumë të rëndësishëm që është Abu Bekri, edhe me një rob, pra që ka qenë Bilal radiallahu anhu, dhe kështu ka filluar të zgjerohet edhe të shtohet pra rrethi i muslimanëve, mirë po me një zgjerim shumë ngadalshëm, i cili pra është zgjeruar, pra numri i muslimanëve është shtuar krahas ose në përputhje edhe me brengat edhe vujtjet që i kanë pasur dhe i kanë përjetuar muslimanët për i dhujtarëve dhe mohuesve të Mekës. Dhe përmanu më lart pra që muslimanët e parë që kanë pranuar islamin, edhe kjo është e njohur për të gjithë ne, kanë përjetuar vujtje dhe tortura të mëdha. Ka se pejgamberi kur e ka shpall thirrjen haptazi, Davidin haptazi, dhe i ka thirrë njerëz të haptazi, kanë filluar njerëz pa me pasu, moshekët e ka kundërshtuar. A i mundu me pengu me çdo mënyrë davetin e tij. Për arsye, pra janë mundu me angështu çdo rrugë. Edhe kanë lëndu qoftë me fjalë, qoftë me veprime. Sa që se që dim janë mundu edhe me edhe vërtet ja kanë arritë që edhe më janë dalë edhe sebepet shkaqe të rrezikut.
sa që i kanë bojkotu, pra i kanë leqit 3 vite radhës në Mekë. As ju kanë shqit, as ju kanë blie muslimanëve, pra as si janë martu me ta, domthon këtë kontaktet i kanë shkut, sa që muslimanët kanë hangër, pra dhe gjetha dhe gjëra tonë çfarë kanë gjetë kanë hangër për 3 vite radhës. Vetëm domthon që me pengu thirrjen islame. Dhe kur kjo domthon këto vështirësi dhe këto ujtje në shtu shumë, atëherë Allah subhanahu wa taala i ka dhënë leje pejgamberit edhe muslimanëve që me bë hijret pe Mekës në Medinë. Edhe që është pra pejgamberi sa 13 vite pasi që filloi davetin, Allah i dha leje edhe u nis për në Medinë me bë hijret. Edhe gjatë këtij rrugtimi pra e ka shoqëruar Abu Bekri, po gjithashtu edhe ai udhëheqësi, udhërrëfyesi që ja ka treguar rrugën, i cili edhe ka qenë dhujtar, pas ka qenë fare musliman, po ka qenë besnik. Edhe një shërbëtor i cili u ka shërby. Dhe kur mushrikët e Mekës kanë dëgjuar që pejgamberi ka dalë prej Mekës, atëherë çështë ata më lart, pra kanë caktuar çmim për kokën e pejgamberit sa dhe kokën e Abu Bekrit. Në disa transmetime ka ardhur që për pejgamberin kanë caktuar 200 deve e për Abu Bekrin 100 deve. Në disa ka ardhur për të dytë nga 100 deve. Pra kanë kërku pejgamberin sa më gjallë ose të vdekur. Edhe njerëz pra kur kanë dëgjuar për këtë çmim kaq të lartë, kanë filluar me kërku pra për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrin në çdo vend, në për mala, në për lugina, në për shpella, në çdo vend. Deri sa siç e dim ka ndodhur njëri prej tyre u ka ofruar shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë Suraka ibn Malik el-Jashami. I cili ju ka ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri afër mirë po pa arrit pejgamberi sallallahu këmbët e koltik janë shafitur në tokë. Edhe ai ka thonë o Muhammed, pra ata nuk ka qenë musliman, Suraka më vonë ka pranuar islamin. Ka thonë kjo e di që kjo që më ndodh është për shkak teje. Mirë po lutë Allahun, lutë Zotin që më shpëtu prej kësaj. Ja unë domthon ta dha fjalën që më nuk kam të ndjek, edhe çdo kush që niset kësaj rruge ka me kthim mbrapsht. Edhe vërtet ashtu ka ndodhur, por pejgamberi ka lutur Allahun. Edhe Suraka pra është kthy mbrapsht edhe ju ka thonë njerëzve që në këtë rrugë nuk është pejgamberi sa sa ashtu pra pejgamberi sa sa ka vazhduar rrugën pra pa ndonjë përndjekje të madhe deri në Medinë. Ngjarjet ose detajet e këtij rrugtimi janë shumë të mirë, po është mirë me lezu, pra secili prej nesh, edhe nëse kemi lezu pra me rilezu apet, për shkak se domthon ka dobi të mëdha që përfitohen prej pra atyre ngjarje ose detaje që kanë ndodhur në këtë rrugtim. Sidoqoftë pra se që thamë pra hijreti e tregon një fazë të re të davetit, thirrjes islame, dhe aty ka filluar gjërat të lëvizin më shpejt edhe më ndryshe. Edhe pra siç e përmendën dietarët për janë kur i ka vendosur hapat e tij për me shku me bë hijret pe Mekës Medinë, pra i ka vendosur hapat gjatë këtij rrugtimi në tokë, kuptimet e këtyre hapave pasaj nuk përkthyer në histori. Se kanë ndryshuar, kanë lëviz gjërat me të shpejtësi. Pra ajo largësia që ka qenë mes Mekës së Medinës, kuptimet e tyre pastaj nështrinë mes lindjes dhe perëndimit. Pra arsye se po muslimanët pas këtij hijreti pastaj kanë marrë fillim lirshëm, edhe domthonë janë forcuar dhe është ngrit lart feja islame. Sidoqoftë e pam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e përmendi vërtet Abu Bekri përmend thotë që i kam shiku këmbët e mushrikëve mbi kokat tona. I kam shiku pra këmbët. Edhe kjo folja që ka përdorur këtu Abu Bekri nadhartu kam shikuar në gjuhën arabe e vjen shikim që cilën e shoqëron meditimin. Pra Abu Bekri prej dëmshurisë, dashurisë që ka pasur pejgamberi sa po gjithashtu edhe për frikës për davetën e thirrën islame, se çfarë ku ka më përfundu, thotë i shikova këmbët e mushrikëve, pra meditova se si do të jetë tash përfundimi, pa çka do të bëhet. Pasi që ata u afruan shumë afër shpellës. Edhe këto për shumë që Abu Bekri po e specifikon që i ka shiku këmbët e mushrikëve, nuk po thotë që domethënë fytyrat ose shikimet tona janë shkëmby mes neve dhe mes mushrikëve. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala i ka larguar shikimet e tyre prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Edhe pse kanë qenë shumë afër, po. Që ka thënë Abu Bekri, veç nëse kishin ul kokën e kishin pa.
Mirë pa Allah subhanahu taala po i ka larguar shikimet e tyre prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Prandaj këtu kemi argument që ajo ngjarje që përmendet që aty ka ardhur pra ka bini pem, e ka mbyll derën e shpellës, pastaj ka ardhur një plumb e ka bë folin, pastaj një marimang që ka thorë jetën e saj. Kjo nuk është e saktë. Pra kjo hadith është argument që kjo ngjarje që përmendet në librat e historisë nuk është e saktë, pra që pastaj kur janë ardhur dhjetarët ka thonë që këtu në këtë shpellë nuk është askush, sepse është e mbyllur dera e saj, pra hyrja e saj, edhe plumbi këtu sikur të kishte ardhur dikush ik, po ashtu edhe rrjeta marimangës i prishë kështu më radh, pra gjitha këto nuk janë saktë. Nga se ajo që i ka pengu mushrikët mos me pa pejgamberin sa nuk janë këto pengesa fizike. Mirë po janë ato pengesat abstrakte, po ajo është mrekullia që Allah subhanahu taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo mugjizja. Po që Allahu që është tham i ka pengu shikimet e mushrikëve që mos me pa pejgamberin, dhe pse kanë qenë shumë afër të tij. Nga se këto gjëra fizike, po që janë përmend këtu në këtë histori, po ajo pema që ka mbi atë ose ç'është e përmendur, gjithkush mundet më sheh pas tyre. Nuk ka këtu kurfar mrekulli ose kurfar mugjize. Mirë po ajo që tregon për mugjizë, tamam mrekulli që Allah subhanahu taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me qenë dera shpellës ose hyrja e saj me qenë e hapur, pra në kuptimin që mos me pas asgjë asnjë pengesë në të, dhe ata mos me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe Abu Bekr. Kjo është pra ajo mugjizë e mrekullia e madhe që Allah ja ka dhënë pra në këtë rast pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Prandaj pra ajo që sa pra për mbledh ajo që përmendet librat e sirës ose historisë nuk është e saktë. Më dalë edhe më meditu pra pejgamberin sa njëri më i dashur Allahut, pastaj Abu Bekri njëri më i miri i këtij umetit, dhe vetmuar në shpellë, të rrethuar për mushrikëve. Pa distanca mes tyre edhe i dhujtarëve armiqve të tyre shumë afër. Po që sa vetëm me hedh shikimin e shin pa mirë, po prap nuk pishon. Mirë po ç'është ka thonë pra poeti? Inayetullahi aghnat an mudha'afati min ad-duru'i wa an 'alin min al-atami. Thon kujdesi edhe mbrojtja e Allahut subhanahu taala mjafton, edhe nuk ka nevojë për mburoja të shumta. Gjithashtu thotë nuk ka nevojë edhe për ndërtesa të larta që të mbrojnë. Kur është ndihma e Allahut edhe kujdesi i tij mjafton për gjitha këto gjëra. Sidoqoftë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që Abu Bekri ja tha këtë frikë që ka pas, që mos më na shohin mushrik, pejgamberi sa me qetësoj, pra pejgamberi sa që është e pam e tha me vendosmërinë më të lartë, duke qenë i palohatshëm, i bindur në ndihmën edhe për krajën e Allahut subhanahu wa taala, e qetësoi Abu Bekrin, ai tha: "Ma dhannuka ya Abu Bekrin bisnaini Allahu thalithuhuma." Çfarë marrën aty Abu Bekr për dy persona që Allah është i treti i tyre. Po pejgamberi sa gjithmonë ka qenë traditë e tij me qetësu zemrat e shpirtot e sahabeve. Edhe në këtë rast po e shqetëson Abu Bekrin. Edhe po ja thot këtë fjalë, pra çuçi po ajeti ka ardhur la tahzan in Allaha ma'ana. Mos u pikëllo, Allah është me neve. Prandaj dietar thonë këto dyja i ka thonë pejgamberi. Edhe këto i ka thonë për Abu Bekrit, çka do marrë për dy persona që Allah është i teti, pastaj i ka thonë mos u pikëllo, ka se Allah është me neve. Po këtë pyetje që po ja parashton pejgamberin sa me Abu Bekrit, pra çka mendon ti për dy që Allah është i treti i tyre? Po kuptohet të shpytje për me vërtetuar në realitet bindës. E që është se Allahu subhanahu taala pra patjetër ka më përkrah, ka më ndihmu, ka më mbrojt pejgamberin sa. Nga se kjo është i dërguar i Allahut. Edhe hijreti po bëhet për me mbrojt çit mesazh që shpallën që Allah subhanahu taala ka mbrojt, ka zbrit të njerëz. Edhe po pejgamberi ka qenë i bindur që patjetër Allah ka më mbrojt ato në këtë rrugtim. Po ka më mësuar me vazhdu rrugën deri në Medinë. Ka se kjo është premtim prej Allahut, pra që ka më mbrojt davetin edhe thirrjen islame. Ka se është po i dërguari edhe i dërguari i fundit dhe vulja gjithë pejgamberëve. Prandaj pra piksojna përfitojna që njeriu kur e din që Allah është me të, pas pari, po ti duhet mundu me qenë me Allahun, pra ashtu që është urdhën Allahu, edhe që është Allah kërkon prej teje,
Dhe pastaj kur Allah është me ty, që është me përmend edhe më poshtë, atëherë pra njeriu e din që askush nuk ka mundësi me mund ato, askush nuk ka mundësi me mposht ato. Askush nuk ka fuqi mbi të, ka se Allahu subhanahu wa taala është me të. Dhe atë që Allah ndihmon, po nuk ka dikush që mundet me ngallëndy mbi të. Prandaj, këtë përgjigje që pejgamberi ja dha Ebu Bekrit, pra po don që është thamë, ja e solli në formën e pyetjes për me qetësu Ebu Bekrin, dhe gjithashtu për më na tregu neve, si umet, që nëse dëshirojmë me shtu qëndrueshmërinë, stabilitetin edhe vendosshmërinë e vllaut ton musliman, atëherë gjithmonë do të më dhon këshilla që zemra e tij mu lidh me Allahun subhanallahu, mu lidh me kujdesin, mbrojtjen e Allahut. Pra atë do të mu drejtu muslimani. Po te Allahu subhanahu wa taala. Ashtu qysh edhe pejgamberi sa pra me praktikën e tij dhe me fjalët e tij po e mëson Ebu Bekrin. Po kjo ngjarje po tregon pra qartë për mbështetjen e madhe që pejgamberi sa më ka pas në Allahun subhanahu wa taala. Po çajin gjitha çështjet e tij ja ka dorëzuar, ja ka besuar, ju ka mbështetur Allahu subhanahu wa taala. Pra edhe në ato çaste, momente, situata kur gjitha shkaqet e kësaj bote ndërpritën dhe shkputën, pejgamberi sa pra që është me zemër të qëndrueshme stabile, duke mbështetur Allahut, ju drejtu vetëm Allahut subhanahu wa taala. As kujt tjetër përveç tij. Edhe do thonë na mësoj që kështu duhet të jetë besimtari. Pra ajo fuqia, forca e vetme dhe më e madhe që ti duhet t'i kthehesh dhe mbështetesh tek ai. Po në kësi situata të vështira është Allahu subhanahu wa taala. Ka se Allah është ai i cili na mbron, Allah është ai i cili na ndihmon, Allah është ai i cili na përkrah kështu më radh. Po të kesh bindje edhe mirë besim në Allah subhanahu wa taala. Mirë po krahas saj, pra edhe ti marrë shkaqet që është më shpjegu. Prandaj kjo do të jetë një piti parave më të rëndësishme që do të më pas muslimani përgjithësi, edhe ai që i thret njerëz për të Allahu, pra thirrsi për të Allahun në veçantë. Pra bindja, mbështetja në Allahun, bindja edhe mirë besimin në Allah subhanahu wa taala. Prandaj Imam Nawawi Allahu mëshiroft kur e shpjegon këtë hadith thot ma'nahu thalithuhuma bin nasri wal ma'una wal hifdh wat tasdid. Kuptimi që Allah është i treti i këtyre dyve, pra pejgamberi edhe Abu Bekri është i treti me ndihmë, pra që ka më dhënë fitore, ndihmë, me kujdes, me rujtje, edhe që domon ka më dhënë, ka më inspiru drejt asaj që është më e mira dhe më e duhur me vepru. Pastaj thotë kjo përfshihet te fjalët e Allahut subhanahu wa taala që ajeti që ka ardhur në surën Nahl, ajeti 28, ku Allah thotë inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet Allah është me ata që e kanë frikë Allahun, pra janë të devotshëm, dhe ata që janë vepërmirë dhe bamirëse. Allah është me ta. Ibn Kathiri kur e shpjegon këtë jetë, thotë Allah është me ta, me të devotshmët edhe bamirësat, pra që bojnë vepra të mira, me përkrahjen e tij, me ndihmën e tij. Thotë kjo është meia khassa. Pra është meia e veçantë. Se Allah është me krejt krijesat, që kemi shpjeguar shumë herë gjatë dersave tona, me dijen e tij, me shikimin e tij, dëgjimin e tij kështu më radh, pra Allah është me krejt krijesat. Mirë po, me disa prej krijesave, besimtarës që është devotshëm me kështu më radh vepër mirë, Allah është në mënyrë të veçantë me ta. Pastaj përmend disa prej argumenteve të Kuranit për këtë mejen që është e veçantë, thotë idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Kujtoje kur Allahu jo shpalli, kur Zoti jo shpalli melekëve, pra është fjala për betejën e Bedrit, që unë jam me juve. Prandaj forconi ata që kanë besuar. Po ashtu Allahu thotë i ka thonë Musait edhe Harunit, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Mos u friksoni, po kur shkoni te faraoni me thirrën e Islam, me besu Allahut, mos u friksoni për ti, nga se unë jam me juve. Dëgjoj edhe shoh. Pra dëgjoj çdo gjë, edhe shoh çdo gjë që ndodh aty. Edhe pasaj si argumenti më në sjell edhe këtë jetën që jemi duke shpjeguar. Pra pejgamberi sa më ka thonë Abu Bekrit la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u pikëllon nga se Allah është me neve. Ibn al-Qayyim Allahu më shoh ku flet rreth këtij ajeti sjell një dobi shumë të madhe. Thot prej atyre ishareteve, shenjave ose sinjaleve më të sakta që mundum mi përfitu prej ajeteve të Kuranit, edhe që tregojnë
se cili është fryti edhe rezultati i pasimit pejgamberit sa është shenja që u ardh në këtë ajet. Cila është kjo shenjë ose për çfarë shenje na jep ose çfarë sinjali na jep kjo ajet? Thot çdo kush i cili e shoqëron pejgamberin sa dhe shpalljen me cilën ka ardhur pejgamberi sa me zemrën e tij dhe dijen e tij, edhe pse nuk e ka shoqëruar me trupin e tij, pra fizikisht, si Abu Bekri, thot Allah është me të. Kurdo që e shoqëron pejgamberin me zemrën e tij, me dijen e tij, pra mëson sunetin e tij, e don sunetin e tij, e praktikon kështu më radh, edhe pse nuk e ka shoqëruar pejgamberin me trupin e tij fizikisht, Allah ka më qenë me të. Njëjtë sikur që i ka thonë pra Abu Bekrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj është mirë po që ky ajet me qenë një lloj slogani ose moto e jetës të muslimanit. Po çdo situatë vështirësinë që cilën ballafaqohesh, kujtoja vetes se thuaj la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u pikëllo, Allah është vërtet, Allah është me neve. Allah të ka sprovu me një smundje, ose me borxhe, ose të ka vdek një afërm, një dashur, të nga ngushtu rrugët, ja ballafaqu me një sprovë, me një vështirësi, gjithmonë, do më thonë, vendose para vetës, këtë fjalë parasysh, me dhe thuj vetës, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u pikëllo, mos u mërzit, ka se vërtet Allah është me neve. Po është mirë dhe e bukur që besimtari me pas të si motot e jetës e ti. Ka se, do më thonë, nëse Allah është me ty, atër për çka po pikëllosh, për çka po mërzitë, për çka po friksosh. Mirë po që është thamë, kjo është me kosh që edhe ti me qenë me Allah në ashtu si që kërkonaj prej teje. Gjithashtu prej shkaqeve për meselave njeriu arrin me qenë imam për në kuptimin, me qenë model edhe shembull për tjerë në fenë Allah subhanahu wa taala është që kjo bindja që do të më pas në Allah. Do në besueshmëria dhe bindja. Siç thot Allahu wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dhe prej tyre ne e bëm imam për në kuptimin e prisa për shembull model për tjerë, cilët pra i uzonin të tjerët me urdhën tonë, nga se ishin të duruar dhe ishin të mbindur në ajetet shpallje tonë. Dhe kjo, si që kemi pa gjatë gjithë këtyre derseve, pra ka qenë gjithmonë gjendja besimtarëve, të sinqert besimtarëve të mirë dhe devotshëm, që kanë pas bindje dhe mbështetje të plotë në Allahun subhanahu wa taala. Pra kanë qenë të paluhatshëm në këtë bindje në Allahun subhanahu wa taala. Pra kanë qenë të bindur që Allah ka më ndihmu dhe ka më përkrahë, ka më dhënë fitore dhe triumf. Siç e kemi shpjeguar jetën surën Ahzab, ku Allah thotë walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Kur besimtarët i pon ata alatet, pra grupet që ishin bërë alat e sulmu Medinën, thanë kjo është që na ka premtuar Allah dhe i dërguari i tij, dhe Allah dhe i dërguari i tij pra e thonë vetëm të vërtetën. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Thotë kjo është ajo atyre dhe më shumë besimin edhe dorëzimin, bindjen te Allah subhanahu. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra ka qenë i ktill. Pra bindja edhe mbështetja në Allah subhanahu se besimi në fitoren e Allah subhanahu kur nuk është luhat në zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo domthon mund me lezu ose me has edhe në hadithe të tjera. Për shembull kemi hadithin që flet për atë marrëveshjen e Hudejbijës. Siç e dim, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bërë disa lëshime në këtë marrëveshje, me kuptohet me shpallje inspirim prej Allahut subhanahu wa taala, nga se ka ditë që pra përfundimi do të jetë në favor të muslimanëve. Mirë, po disa prej sahabëve nuk e kanë kuptuar këtë. E prej tyre ka qenë edhe Omeri radhiyallahu anhu. I cili ka ardhur te pejgamberi sa më ka thonë, o i dërguar Allahut, a nuk jeni në të vërtetën, ata janë të kotën? Ka thonë po, gjithsesi. A nuk janë të vrarët tonë në xhenet kurse të vrarët e tyre janë në xhenem? Ka thonë po. Ata pse ka thonë ne me pranu këtë nënçmim, këtë për ulje para tyne, në çështjet e fesë tonë, pse tërhiqemi? Dhe Allahu nuk ka gjykuar mes neve. Mirë, po çfarë ka thonë pejgamberi sa son? Ka thonë Ibn al-Khattab, o biri i Khattabit. Inni Rasulullah, unë jam i dërguar i Allahut. Pra, unë çdo gjë që veproj e bëj me shpallje prej Allahut. Walan yudayyi'uni Allahu abadan. Edhe Allah kur zot me hum mua.
Pastaj Umeri ka shku te Abu Bekri, ka thonë të njëjtën fjalë, Abu Bekri ka thonë të njëjtën fjalë sikur pejgamberi sa. Kanalisht dërguar Allah nuk e humb ato. Kuptohet, Abu Bekri Umeri nuk ka pas dyshim këtë gjë. As nuk e ka bën si kundërshtim ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po ka dashur me ditë që sekretin, misterin, pse pejgamberi po bën kësaj lëshime, po këtyre lëshime ka qenë që nëse dikush pi muslimanëve, pi udhëtarëve e pranon Islamin dhe shkon në Medinë, këta do të më kthej prapë në Mekë. A nëse dikush domthon pi muslimanëve bëhet mushrik dhe shkon në Mekë, ata mos më kthej, ose nëse shkon në Mekë, ata mos më kthej. A disa lëshime tjera, mirë po. Pejgamberi po ja ka shpjeguar që dobia ka me qenë ose dobit e kësaj marrëveshje kanë qenë për muslimanët dhe Allah ka zbrit pastaj surën Fath. Që Allah pejgamberi pastaj ka lexuar Umerit, edhe Umeri e ka pyet ka thonë është çlirim, se Fath do të thonë çlirim, a është vërtet çlirim kjo marrëveshje? Me sa më ka thonë po, edhe ashtu ka ndodhur. Ase mbas kësaj marrëveshje pra Islami përhap më të madh dhe ka ardhur drejt çlirimit Mekës. Se do qoftë që pra më lart pejgamberi sa me gjithë këtë bindje që e ka pas në përkrahjen dhe ndihmën në Allahun subhanahu wa taala, megjithatë e pam që i ka marrë shkaqet. I ka vepruar sebepet. Por e ka organizuar këtë e ka bë planin pas se si me bëj hijret për në Medinë. Po gjitha hapat, fazat e hijretit i ka planifikuar, pra i ka bë plan para se munis. Po duke filluar spari që është duke mbajtë Abu Bekrin me veti, pastaj Aliun që ka urdhëruar me flan shtratën e tij. Pastaj ka urdhëruar Abu Bekrin me ble pra deve të forta që do të përdorin gjatë këtij rrugtimi. Pastaj siç thamë ka marrë edhe një udhëheq, një udhërrëfys. Pastaj ka planifikuar me qëndrua aty në shpellë, pra që kanë qëndruar 3 ditë. Po qëllimi ka qenë që gjatë aty në 3 ditëve do thotë sa do pak do thotë mu ndalja i përndjekja që ja kanë bërë, pra që kur e shohin që nuk po e gjojnë, më kthy, ata pastaj këta me vazhdu rrugtimin. E kështu me radhë për tjerave që thamë që përmendëm për detaje të tjera që tregojnë se si pejgamberi ka planifikuar krejt këtë rrugtim që shkon me bë deri në Medinë. Prandaj kjo e mëson muslimanin në veçantë, po edhe që është thirrës për të Allahun, muslimanët në përgjithësi ai që është thirrës në veçantë që do të më marr shkaqet. Edhe mi planifiku shkaqet, po më përgatit mirë, edhe pastaj me pas bindje në përkrahjen dhe fitoren që vjen prej Allahut. Kuptohet? Kushti është që njeriu pra mos me lidh zemrën e tij për shkaqeve. Mirë po gjithmonë pra besimtari zemrën e tij do të me lidh vetëm për Allahun, për atë se i shkakton ose i krijon shkaqet. Kurse shkaqet pra kemi obligim i marr, ka se kështu na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe siç e dim, pra sa i përket bindjes, Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që Inna Allah azza wa jalla qal. Vërtet Allahu i madhruar ka thënë, pra është hadith kudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi, unë jam në mendimin e robit tim për mua. In dhanna khayran falahu, nëse më don mirë për mua, kjo kam i takuar atij. Wa in dhanna sharran falahu, nëse më don keq, atë kjo këto kam e pas, pra si pasojë mendimit të keq për Allah. Pra besim muslimani gjithmonë do të më pas bindje në mbështetjen e Allahut dhe mendim të mirë pozitiv që Allahu pra kam ja përmirësuar gjendjen, Allahu domthon ka më rregullu gjendjen e tij kështu më radh. Po edhe në këtë aspekt që po flasëm, pra me pas bindjen në fitoren edhe ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala. Me pas bindjen edhe mbështetjen te Allahu subhanahu wa taala që ka marrë fitoria prej tij. Mirë po megjithatë, pra që është do të më marr shkaqet. Edhe këtu e kuptojmë që nuk ka të keqe nëse njëri friksohet për zullumçarëve, friksohet për veten e tij, apo friksohet që mundet mos provon fenë e tij, më mshef. Ç'është më mshef? Po në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, pra kjo do të më na shushu neve në të gjitha aspektet e jetës. Po veprimi shkaqeve. Jo vetëm, domethënë në rastet kur jemi pranë rrezikut ose ç'është kur ka të bëjë me davet me thirrje kështu më radh. Mirë po besimtari pra është i urdhëruar me këto dy gjëra në të gjitha fazat ose situatat e jetës të cilat kalon. Pra më mbështet Allah edhe me i marr shkaqet, pra me ditë që Allah është çështë ama i cili krijon shkaqet, Allah është për shembull ai që të furnizon. Allah është ai i cili drejton çështjet e njerëzve, i rregullon ato. Çdo gjë ndodh
me kaderin edhe ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe njeriu me qenë i bindur që asgjë nuk e godet përveç ato që Allah ka shkruar për të. Dhe asgjë nuk i humb atij përveç asaj që Allah ka shkruar për të. Si thot Allahu kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, neve nuk na godet veç ajo që ka shkruar Allahu për neve. Mirë po nuk do të mundojë vetëm me kaq, vetëm me këtë mbështetje në Allah subhanahu wa taala. Mirë po, që është tham do të me ashtu edhe në çështje tjetër që është veprimi i shkaqeve. Po nëse don me arrit lumturinë edhe xhenetin, atëherë do të mi vepru shkaqet që vetë për mesela arrin lumturinë këtë botë dhe botën tjetër. Nëse don më urujt prej zjarrit, atëherë do të më urujt prej atyre shkaqeve që çojnë ka zjarri i xhenemit. Nëse don rrezik, furnizim për Allah, atëherë do të më marr shkaqet për mesela Allah të furnizon dhe në këtë mënyrë të i bash i vetë mjaftueshëm dhe nuk ke nevojë për pasurinë që është në dorë të njerëzve. Po me punu, me fitu rrezik që mos me qenë pra nevojtar për pasurinë që është në dorë të njerëzve, po me fitu rrezik për i cili të mjafton për nevojat e tua edhe të familjes tonë. Sidoqoftë, po patjetër do të më bëj bashkë të dyja. Po me pas besim, bindje, shteten Allahun subhanahu wa taala. Domthon besim të plot edhe bindje të plot që Allah është ai i cili i krijon këto shkaqe. Edhe çdo gjë ndodh me kaderin e caktuar Allahut, pastaj që tham edhe çështja tjetër mi vepru këto shkaqe. Edhe mos më mbështet, pra mos më qenë ndembel për ta, mos më qenë pra i rënd, mirë po mu çu me vepru edhe me qenë aktiv, edhe me kërku ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, edhe kështu pra arrin deri te ato gjëra që njeriu i dëshiron me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Për çështjeve tjera që i përfitojnë për këtij hadithi është optimizmi. Po që besimtari do të vazhdimisht me qenë optimist. Edhe mi përgëzu tjerët, ose me përgëzu veten edhe tjerët. Po si që dim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë i ka përgëzu sahabët, edhe ka do shumë optimizmin. Ndërsa e ka urrejt shumë pesimizmin. Allah subhanahu wa taala se që dimi ka thonë për jasam umar sallallahu illa mubashiran wa nadhira. Ty të kemi dërguar vetëm si përgëzues, pra që ju jep besimtarëve lajme të mira, edhe paralajmërues për ata që janë jo besimtarë. Edhe Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon thotë kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'lu al-hasan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pëlqyer optimizmi i mirë. Wa yakrahu at-tiyara, dhe ka urrejt pesimizmin, ose mendimet e këqija, kështu më radh. Pra me pas njëri me besu që bindje ose diçka që ka më ndodhur keq, e ka urrejt këto pejgamberi. Edhe me një transmetim tjetër kur e kam pyetur për sa çka është fal, optimizmi ka fjala mirë. Po fjala e cila e gëzon njërin, pra lumturon njërin, kështu më radh. Edhe këto përveç të fjala mirë hin edhe mendimet e mira, që është pa më lart, po që njeriu me pas mendim të mirë pozitiv për Allahun, pra me pas mendime të mira që gjithmonë pra Allah subhanahu wa taala ka më dhënë zgjidhje, domthonë ka më bë zgjidhje, ka më dhënë domthonë për shembull ka më shëru ose ka më furnizu e kështu më radh. Prandaj pra edhe ne do të jemi të këtij. Do t'i përgëzojmë tjerët, po të jemi optimist vetë, më dhon tjerëve pra optimizëm, mi përgëzu me gjëra të mira, edhe mi paralajmëru prej humbjes shpresës ose prej pesimizmit. Pra është mirë që tjerëve gjithmonë më sjell lajme të gëzueshme, lajme të mira që i qetësojnë shpirtat e tyre dhe ja largojnë brengat, ja largojnë shqetësimet. Dhe në këtë mënyrë po njerëz pra lartësohen ambicjet e tyre. Edhe bëhen më të vendosur, edhe pastaj u kthehen veprave të mira. Pra punojnë edhe veprojnë punë të mira dhe vepra të mira. Edhe e fundi që mundem të përmend se dobi për këtij hadithi është që besimtari duhet me shfrytzu po çdo fush pi fushave davetit edhe mi thirr tjerë për te Allahu subhanahu wa taala. Ka se siç e pa pejgamberi sa më duke qenë shpell, po mëson Abu Bekrin. Edhe po si rrjedhoi, po na mëson edhe neve si ummet. Po na mëson që është më mbështet Allahut, më qeni pa lohat shumë që është sa më ju kthy Allahut në situata të vështira, trana. Po më njëherë po besimtari do të Allahu më kthy, taj më mbështet. Taj me pas mirëbesimin, taj me pas pra mendimin e mirë, kështu më radhë që është thamë. Mirë po një kësisht pra, po në mësën dhe që është me i marë dhe
shkaqe të shpëtimit, pra me qenë njëri i kujdesshëm, edhe do thonë murujt për gjërave që mundën me ndëmtu. Edhe kësi mësime ne gjejmë shumë në Kur'an. Por mos me zgjatë shumë, për e marrëm vetëm një rast e që ka qenë pra historia e Jusufit a.s. me ata dy djelmoshat që kanë hyrë në shpellë. Po e shohim se si Jusufi a.s. edhe duke qenë në burg, pa në situatë shumë të vështirë, shumë të rëndë, kur i ka dhënë mundësia me bë davet, ka bë davet. Nuk ka thonë valla unë jam këtu në burg, jam i vetmuar, unë kam bë padrejtësi, edhe do mund të su interesu fare për davet. Mirë po siç na tregon Allah subhanahu wa taala në surën Yusuf, pra duke qenë në burg kanë hyrë në burg edhe dy djelmosha dhe ata në ëndër, secili prej tyre ka pa një ëndër. Edhe kanë dashur me ditë pra kuptimin e interpretimin e kësaj ëndre ose këtyre ëndrave. Edhe në mesin e të burgosurve kanë pa Jusufin a.s. Edhe pra më njëherë se kanë pa Jusufin, kanë pas një lloj respekti edhe admirimi për të. Pra kanë vlerësuar shumë. Ka se po një muslimani i cili është i devotshëm, domthonë besimtar i mirë, e kështu me radhë, pra bamirës, Allah subhanahu wa taala bën që të jetë me pa këto në fytyrën e tij. Edhe kam pa që Jusufi është ai i cili mundet, do thotë mja plotsu këtë nevojë, pra mja shpjegua dhe mja interpretu këto ëndra. Siç tregon Allah thotë wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan, dhe bashkë me të në burg hënën në dy djalmosha. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, njëri prej tyre tha unë kam pa në ëndër veten time që po shtrydhi verë. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Kurse tjetri i thonë kam pa veten time në ëndër duke bart buk mbi kokë dhe zojt po kanë hangër për kësaj buke. Nabina bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin, trego shpjegimin, interpretimin e këtyre ëndrave, nga se po të shohim që ti je njëri i mirë, po të shohim që ti je njëri i mirë, pra në fytyrë po të vrehet. Dhe Jusufi a.s. nuk u ngot që më u përgjigj më një herë, pra më u interpretua ëndrat. Pra nuk u mjaftu që vetëm pra më u plusuat nevojën që kam pas edhe më largu pi tyre. Gjithashtu nuk e shfryzoj këtë mundësi që edhe që me ngrit veten e tij. Po përderisa ata po më respektuan këtë mënyrë, patën admirim ndaj meje që është ta më vlerësim e kështu më radhë, me shfryzu këtë shansë që ai pra me arrit diçka për interesave personale. Përkundazi këtë gjest për tyre, këtë gjest bujar për tyre, këtë vlerësim që ja kam bo, këtë gjest çmueshëm për tyre, e shfryzoj për me shpërnda, për me përhap davetin thirrën për të Allahut. Edhe domthonë përdorin një metodë shumë interesante, pra që fjalimet ose predikimin e Davidit këto që e bëri, që është kena me papi ajeteve, pra e shfrytëzoi si ose e vazhdoi si degëzim i muhabetit që kanë pas bisedet me të rreth interpretimit të ëndrave. Edhe pse ai nuk e kishte për qëllim pra që fillimisht me interpretuar ëndrat, mirë po, don aq mirë domthonë i thuri fjalët e tij ose i organizoi fjalët e tij saqë ata nuk e kuptuan fare që domethënë kë qëllimi i tij ka qenë mi thirr për te Allahu subhanahu wa taala. Dhe çish vazhdon ajetet thotë qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tikuma. Jo i tha aty në para se më ardh ushqimi i cilin ju e hani, unë kam jau tregu pra interpretimin e këtyre ëndrave. Rast kësaj pjese të ajetit ka dy mendime dietare, desa ka thonë qëllimi është sa që t'ju vije juve në ëndrën i ushqim që e hani, unë ja u tregoj interpretimin që është kuptimi i saj. Disa kanë thënë që qëllimi është para se më ardh ushqimi që u bin prej shtëpive të juve, që i hanin këtu në burg, unë ja tregoj se çfarë ushqimi është, çfarë forme ka, çfarë ngjyre, çfarë sasie. Dohon që ka dashur më u tregu që domthon edhe tash interpretimin e ëndrave që ja bëj unë jam i saktë në ato që e them. Mirë po dikuj ose edhe atyre kanë më shku mendje që kështu veprojnë falltorët. Prandaj më një herë pra Jusufi kaloi në davet, tha dhalikum mimma 'allamani rabbi. Kjo është për asaj që më ka mësuar Zoti im. Po nuk jam falltor, mirë po është mësim, po që Allah më ka mësuar. Gjë që Allah më ka mësuar. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun. Pastaj vazhdoi pra me u fol për tauhid. Ta unë kum praktis fenë aty një popull që nuk e besojnë Allahun edhe
janë mohues në botën tjetër, po nuk e besojnë botën tjetër. Pra, këtu po e shohim që Jusufi alayhis salam pra e shfryzoi më një herë shansin si ju dha për me bë davet, dhe kështu duhet të jetë pra çdo njeri prej nesh, pra kur të jepet mundësia me i thirrë të për te Allahu, me shfryzu më një herë rastin e mos mu vonu. Pra nëse Allahu ta ka dhënë mundësi që mi fol tjetër kuj për Allahun, për fenë Allahu subhanahu wa taala, atëherë nuk e ki të lejuar të që domthon me çu këtë mundësi kot, me harxhu këtë mundësi kot, ose me bë biseda të tjera, muhabete të tjera. Mirë po do të më shpejtu që me përdor që është thamë, në qëllimin synim në më të lartë që është thirrën për te Allahu subhanahu wa taala. Qysh po e shohim edhe që e ka shfryzu këto Jusufi alayhis salam këtë mundësi që e ka dhënë. Nga se pra Jusufi ka qenë ai i cili ka pas synime dhe qëllime të larta dhe po i ka thirrë njerëz pa një thirrje që është thirrje hyjnore për pe Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pra kur ata e admiruan, e respektuan, e vlerësuan Jusufin alayhis salam dhe e pan që është vërtet muhsin, pra përveç që është i mirë edhe din me interpretu ëndrat mirë, ose çdo gjë që flet me dije, atëherë Jusufi alayhis salam tregoi që kjo gjendje që jam unë që jam unë është mirësi prej Allahut, dhunti prej tij. Pra Allah është ai i cili do thonë ma ka dhënë këtë dhunti dhe gjithashtu Allah më ka begatu që me braktis shirkun, edhe me braktis pra idhujtarët edhe fenë e tyre, edhe më ka mundsu, edhe më ka begatu që me i pasu pra fenë e baballarëve të mi. Pra këtë gjendje të cilën ka marrë në që po më shene që jam këtë gjendje po që dhe jo po e shene ose po më vlerësoni që është gjendje e mirë, pra e kështu më radhë, kjo është domthon prej mirësisë të Allahut. Prandaj edhe ju do të më ndjekni në rrugë që jam unë nëse dëshironi pra këto mirësi prej Allahut. Prandaj pra vazhdo thotë wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Unë ndjeka miletin për fenë para arzët mi, Ibrahimit, Isakut dhe Jakubit. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Thot na nuk I kena shoshu as I shoshojnë Allahut asgjë në adhurim, pasi bën shirk Allahut. Dhalika min fadlillahi alejna wa ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun. Thot kjo është mirësia e Allahut mbi neve edhe mbi njerëz, mirë po shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës, nuk janë falënderues. Pastaj vazhdon Jusufi edhe domthonë I thirr direkt edhe drejt për drejt në braktisjen e idhujve, adhurimit të idhujve dhe në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ja u sjell në krahasim që është I pranueshëm për ta. Thot ja sahibi as-sijn, arbabu mutafarriquna khayrun am Allahu al-wahid al-qahhar. O ju dy shokët e mi të burgut. A janë këta zota të shumtë që po I adhuroni më të mirë apo Allahu I cili është I vetëm edhe I cili është pra nga ndihmtar. Pra këta zota idhuj që I adhuroni që janë dobët të shumtë, pra se cili kanë të adhuruar e kështu më radhë, që nuk sillen as dëm as dobi, as nuk dhajnë, as nuk ndalojnë, edhe janë ndryshëm, po më të ferrikun, po ndryshëm, po ose janë pem, ose janë gur, ose disa si që dim kanë adhuru melek, disa kanë adhuru të vdekur e kështu më radhë, e tjera do hon për I gjëra që I kanë adhuru krahas Allahut, që I kanë bërë shirk Allahut për mes tyre, thot a janë këta më të mirë, apo ai që I takojnë edhe I përkasin cilësitë e përsosërisë, po që është I përsosur në qenien e tij, në cilësitë e tij dhe në veprimet e tij, I cili nuk ka shok edhe ortak, në asgjë domthon për sundimet edhe pushtetet e tij. Madje ai është el-Qahhar, pra përveç që është I vetëm unik, është edhe Qahhar, pra që I ka mposht krijesat e tij, po këtë ju kanë nështruar pra pushtetet Allah subhanahu wa taala, fuqisë dhe forcës së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj atë që dëshiron Allahu bëhet, atë që Allahu nuk dëshiron nuk bëhet. Po është e mirë njohur dhe ditur që ai që I ka këtu cilësi, ai që I ka këtu të parë është më I mirë, atë që do të adhurohet pra, dhe jo ato të adhuruar të tjerë që janë ndryshëm, edhe që janë pra thjesht që është ata Jusufi këto vetëm emërtime që jo I kanë emërtuar me to, pra nuk kanë kurfar përsosurinë to. Madje ato nuk veprojnë asgjë, po janë të paaft, pa fuqishëm, siç thot ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Ata që pe adhuroni përveç Allahut janë vetëm emra
që jo i keni qujt, pra me këta emra idhuj të ju, jo dhe baballar të juve. Allah nuk ka zbrit kur farë prove për to. Inil hukmu illa lillah, vendimi ta kon vetëm Allahut, amara illa ta'budu illa iyyah, dhe ai ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm atë. Dhalika ad-dinu al-qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Thotë kjo është feja e vërtet, mirë po shumica njerëzve nuk e dinë. Gjithashtu kjo historia e Jusufit ne tregon edhe prej ku do të jetë piknisja e davetit ton. Pa që do të rrosëm të jetë fillimisht, pasysh ka qenë pra zakoni i krejt pejgamberëve pi tauhidit. Pas pare, njerëzve mi folë për tauhid dhe mi ndalu se mi paralajmëru prej shirkut. Këto do të jetë, pra, çdo davet thirrje që niset prej tauhidit ka sukses. Ka pas përfundim të mirë dhe ka me sjell pra frytet të lavdishme. Çdo davet që niset me gjëra të tjera ka me qenë i dështuar. Siç edhe jemi dëshmitar për këtë. Pastaj Jusufi alayhis salam edhe ja ka interpretuar ëndrrën, pra të parit i ka thonë që ti ke me dalë pi burgut, edhe kemi shtrydhur pa verë zotërisë tën, kurse tjetër ka thonë që ti ke mu gozhdu edhe zotët kanë më hangër pe kokës tane, edhe kështu pra thotë kjo çështje ka përfunduar. Dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.